Poqa për ndërtuesit e legal nisi të prishur kur në Novo Bërd ndryshoi pushteti. Qeverisja drejtuar nga Sasha Milošević ushtroi kallëzim penal për ndërtime ilegale ndaj Labino Tregjes dhe Bekim Hallaçit. Mbi të dhënat e këtij kallëzimi penal, prokuroria e Gjilanit ngriti një akt akuzë për 2 ndërtuesit, po çka bie në sy është që prokuroria në asnjë moment nuk ka kërkuar llogari për zyrtarët e komunës, të cilat lejuan ndërtimin e hiç më pak se 130 villave ilegale. Të dhënat tregojnë që prokuroria nuk intervistoi as zyrtarët që ishin të thirrur për të ndalur këto ndërtime pa leje. Sa i përket vepra penale kundër mjedisit, prokurori i shtetit i ka dhënë rëndësi të posaçme, duke marrë parasysh natyrën e ndjeshme të këtyre veprave penale, ku në secilin prokurori kanë emëruar nga një koordinator për veprat penale që janë kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore, ku në kuadër këtyre veprave penale trajtojmë edhe ndërtimet pa leje. Në cilin vitesh janë themelu këto? Me sa më kujtohet, caktimi i koordinatorëve nëpër prokurori është bërë prej vitit kaluam, ndërsa në Prokurorinë Themelore në Gjilan jemi mundu që mi dhënë rëndësi të veçantë këtyre veprave penale, pasi që kemi të bëjmë me mjedisin, edhe kemi themeluar grupin punues për institucioneve përkatëse të regionit të Gjilanit. E tash jemi në fazën e përgatitjes së planit të veprimit për hapat e mëtutjeshëm. Vitet fundet prokurorët janë pa ndërtime pa leje në Novo Bërd, në rajonin e Novo Bërdës. Sa akt akuze janë ngrit nga prokuroria themelore në Gjilan kundër ndërtuesve pa leje? Zona e Novo Bërdës është sikur zonat e tjera, nuk është zonë e mbrojtur, përveç Kalasa e Novo Bërdës që është zonë e mbrojtur me mbrojtje të veçantë. Trajtimi është bërë njësoj gjithë regionin e Gjilanit. Rastet kur kanë sjell inspektorët e ndërtimit kanë sjell kallëzimet penale në prokurori, ato janë trajtu në mënyrën më të mirë të mundshme, bazë prova që janë dhe ju ngrit akt akuzat. Po në veçantë të zonës së Novo Bërdës nuk i kam statistikat, po ato janë me vite ku në gjithë regionin e Gjilanit gjatë vitit 2023 i kemi trajtu 24, i kemi ngrit 24 akt akuza, 2024-ën 43 akt akuza dhe 2025-ën tim tani kemi 18 akt akuza. Kur ngritni një akt akuzë, prokurore, a kërkoni edhe rënimin e këtyre ndërtimeve pa leje, pra ka konstatime, raportet inspekcionit që tregojnë që ka ndërtim pa leje. Si vepron prokuroria në këto raste? Ka raste në cilat i kërkojmë edhe rënimin e objekteve, po të jënë varet për rasteve specifike. Hetimet a zhvillohen vetëm ndaj personit që e bën ndërtimin, apo zgjerohet edhe përgjegjësisht, po nëse ka pas neglizhencë për institucioneve komunale në këtë rast? Në moment që vjen kallëzimi penal në prokurori, prokurori e vlerëson landën pas prova që i ka dhe aty e vlerëson a duhet ndaj pronajt të objektit apo investitorit, se ashtu janë parapam edhe me ligj që kemi të drejtë edhe ndaj personat të tjerë cilët janë përgjithë që fillojnë ndërtimet pa leje. Prokurore, njëri prej personave që ka akt akuzë është Labino Tregja në Novo Bërd. Ai, siç përmendet edhe në akt akuzë, përmend ish-kryetarin e komunës që thotë që më kanë premtuar që do të ketë leje, ndërkohë janë 120 villa pa leje. Në këso raste, prokuroria a duhet me nis hetimin edhe për persona të tjerë, zyrtar publik që janë përgjegjës për ndërtimet pa leje? Prokurori me përgjegjësitë e veta për te asaj landës që i paraqit që i dorëzohet, ka për obligim ligjor për me dalë për te landës që e ka. Por këto janë vetëm pretendime të palës. Po nëse prokurori që e ka landën e vlerëson që ka dyshime për ndonjë zyrtar, atëherë mirën veprimet shtesë të nevojshme që ka nevojë. Po, në kështu situata do duhej me u interesu edhe për zyrtar publik që janë përgjegjës sigurisht. Sepse unë kam pa edhe raportet të auditorit të brendshëm, shembull në Ministrinë e Bujqësisë, ku thuhet që ka pas ndikime te Inspektorati Qendror i pyjeve për këtë punë. Çto a do të mikqyr prokurori i rastit? Po, nëse ka dyshime, atëherë lajmërohet edhe inicion, autorizon policia ose prokurori e trajton landën.